أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن شئت سهلا وبعد. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala që i përket lart madhërisë së tij, gjithherë dhe çdo herë duke pranuar dhe duke dëshmuar se jemi të mangët të lavdërojmë, të madhrojmë, të lartësojmë Zotin ton, që i përket lart madhërisë së tij subhanahu wa taala. Andaj ne falenderojmë derisa ai të kënaqet me ne, edhe falenderojmë atë edhe pasi që ai të kënaqet me ne te bareke ve taala. Salavat dhe selam e dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij, familjes së tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët kanë ndjekun dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, edhe me të jemi në komentin e surës Al-Qamar, ku i madhi Allah të bareke wa ta'ala, pasi që ceku më lartë, anë pse shkurtimisht, fundin e keq, dënimin e rand, të cilin u dërgoi disa popujve të lashtë zullumçar, duke filluar nga populli i Nuhit alayhi salam, e pastaj tek populli i Hudit alayhi salam, e pastaj tek populli i Salihut alayhi salam, e pastaj tek populli i Lutit alayhi salam, dhe shkurtimisht e ceku edhe Firaunin e mallkuar dhe ushtrinë e tij. Pra, pasi që u kujtoi me kazve fundin e keq të rënd të atyre popujve të cilët kanë qenë më parë, dhe edhe ata i kanë përgënjeshtruar pejgamberët e tyre dhe kanë vepruar njësoj sikurse po veprojnë me kaset. Pas kësaj i madhi Allah te bareke wa taala në mënyrë nënçmuese dhe përbuzëse o thot me kasve se dhe të tjerëve, a mos vallë jeni ju më të mirë se sa ata, apo ndoshta Zoti juve u ka dhënë ndonjë premtim që të jeni të sigurt të shpëtuar nga dënimi i Zotit, për të treguar më pas se mos t'ju mashtron numri ju, mos t'ju mashtron fuqia ju, nga se ju do të shpartalloheni, ju do të thyheni, ju do të nënçmoheni, do të përbuzeni në këtë dynja, para se me u nënçmuar dhe me u dënuar në ahiret. Shkojmë tek komenti ajeteve në detaje, ku i madhi Allah Azza wa Jall
thot pas a'udhu billahi minash shaitanir rajim, e kuffarukum khairun min ulaikum. O ju Kurejshit, o ju i dhujtar pagan Mekas, por edhe ju arab të tjerë, të cilët po ndishni rrugën e Kurejshitëve, duke luftuar pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke mohuar Kur'anin, duke mohuar ringjalljen, po edhe ju besimtarë të cilët vini më pas, jo vetëm të asaj kohe, por edhe ju të cilët vini më pas në çdo kohë, derisa do kësaj dite, edhe ata të cilët vinë pas edhe më pas deri në kiamet. A thu vallë, ju jeni më të mirë, em ulaikum, apo janë ata të cilët u cekën më lart, e që fundi i tyre u pa se si ishte. A jeni më të mirë? Sa populli Nuhit. A jeni më të mençur? A jeni më të fortë? A jeni më të dijshëm? A jeni më të afërt e madhe Zot? Çka ju mbron juve? Nga një dënimi mund shumë i njëjtë, se që goditi popujt e kaluar të lartë përmendur të cilët të ceki madhi Allah të bareke wa ta'ala. Em lekum bara'atun fi zubur, apo mos ndoshta vallë, apo mos ndoshta vallë Allahu u ka dhënë ndonjë premtim dhe i ka siguruar në librat e mëhershme. Mos ka ndodhur kjo, që Allah i madhruar që këtë thanë juve më herët, në ndonjë libër, se ju jeni në thojza bijtë të Zotit, siç pretendojnë që fotet sot, se ju jeni të shpëtuar, se juve nuk do t'i gjej asgjë. Jo, në premtim i tillë nuk ka ardhur prej Zotit. Madje është e pamundur të vijë. Madje nuk është e drejtë të vijë. Nuk është e drejtë që Allahu t'ju siguroj juve, t'ju garantoj juve shpëtim, kurse ju për e mohoni të madhin Allah. Kurse ju për e luftoni Allahun, kurse ju për e luftoni të dashurit e Allahut, dinin e Allahut, librin e Allahut. E qysh është e mundur? Qysh ka logjik? Banë mend këtë. Sepse që ke koncept i njëjti vlen edhe për këta dëshmën të dinit sot, të gjitha feve dhe mileteve, të cilët pretendojnë se do të shpëtojnë ditën e gjykimit. Është e drejtë? Është logjike? Është e mundshme që Allah i madhruar të veprojë diçka të tillë? Këta të luftojnë, ai të shpërblej. Këta të luftojnë, ai të siguroj se do të shpëtoj. Nuk ka logjik. Andaj, kjo nuk ka ndodhur ju me kas. As nuk mund të ndodhë ju që farë me kas dhe të tjerë, të asaj kohë dhe kohrave të tjera. Pra ju nuk jeni më të mirë, as më të mençur, as më të dijshëm, as më të fortë, as më shumë në numër, as me kulturë e civilizim më të madh. Me asgjë nuk mund t'ja kaloni popujve të kaluar, të lashtë, të cilët i ka cekur Allah se ka shkatëruar. Nga një ranë, në anën tjetër, mos keni marrë ndonjë besë prej Zotit se kam një shpëtu juve, se jeni të dashurit e tij dhe se jeni të siguruar, se jeni të përjashtuar nga dënimi ju. As kjo as ajo. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir, apo ndoshta thonë ata, apo ndoshta thonë, pra para dyta s'janë, por ndoshta thonë ata, ne jena një grup, jena të bashkuar dhe nga dhënjës, muntasir, ne mbrojmë vetën tonë. Apo ndoshta thonë,
E mi kulune nahnu gjemiun muntasir, apo ndoshta thonë, e që bie thojnë ata me kasit. Nejnë khlablak. Kush ka që ka në bën neve? Pra, edhe nëse dëmë në bët dikush keq, madje dhe Zoti Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse Zoti Muhammedit në bë keq, nëse që në bën? As Muhammedit së në bën keq, me iftarët e ti, me pasurës të ti, as kërkush. Mirë. Ju po mendoni kështu? Po, ja përgjigja prej të madhit Allah. Se yuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ai grup së shpejtë do të thyhet, do të psej disfat. Wa yuwalluna ad-dubur përdoret kjo shprehje në gjuhën arabe kur ta kthen shpinën të ikë. Edhe do ta kthejnë shpinën, pra së shpejtë do t'ikin ata. Ibnul Gjauzi në tefsirin e tina, po kanë cekë edhe të tjerët, por kë shumë i hershëm. Edhe Ibn Atije para tina, kanë thënë se kjo është një myshde për gëzim, për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Aisha thot kur ka zbrit që kjo ajet, me nuk kanë fëmijë vogël, luajsha me fëmijë vogël, Mekë. Dhe mas 7 vite vë realizohet që kjo premtim i Zotit. Pra Allah i madhruar, po e përgëzon të dashurën e tij, e një të kohë i përgjigjet me kazve, këtyne që pëthojnë e jena të fort, e jena të pamposhtur, dhe s'ka kush që na mundë neve, e jem të pathyeshëm, sepse jem të bashkuar e të tjerë, për thëtë Allahu, se yuhzamul jam', që ai grup kanë me psu disfat, kanë me mundur. O yuwalluna ad-dubur, madje aq kanë me iksa që kanë me priti parit më ramin. E kur ka me ndodhë kja? Kur? Kurtubiu thot, kjo është njëra prej mugjizeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, që Allahu i ja premtoi për një ilmul ghaib të msheft, e cila është e ardhme. Është e ardhme dija saj përket Allahu të madhruar, e që i tha pejgamberit, se ka marrë koha, ku kanë më mundur këta, kanë më shpartalu këta, madje kanë me ikë, e s'ka me prit i parit më ramin. Omer radiallahu anhu, thashte, a i ka thonë, e lexesha kita jetë koranor, që e mërë shavesh. Qka për dënë me në thonë Zoti neve me këta jetë? Qa për dënë me në thonë Allah neve me këte? A i grup shpejt do të psej disfat, dhe ata do t'i ikin me shpejtësi. S'ma kapke. Deri sa erdhe beteja e Bedrit, edhe ditën e Bedrit shto e quajtur dita e Yawmul Bedr, dita e Bedrit. është për qëllim lufta. Deri sa ditën e Bedrit, e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte me mburojën hekurit për luft, dhe e lexonte këtë ajet kuranor, se yuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ka për të shpartaluar ky grup, ka për të psuar disfat, ka për të mposhtur, dhe kanë me ikur me shpejtësi, e që atëherë kuptova ajetin kuranor. E që Aisha ka thonë mas 7 viteve o realizukja. La ilaha illallah. Pra, këta kryt përpjet, e Allahu po i siguron se keni më shpartalu, e keni më shkatru, dhe keni me psu disfat, dhe keni me nënçmu. Dhe kjo ajet o bo hakikat, o bo realitetin në luftën e Bedrit, ku krerët kryesor
70 prej tyne, e shumë prej tyne krer, jo të gjithë krer, 70 shkuun për xhenem. Edhe një 70 tjerë parafërsisht o zonën rab. Edhe ata që meten e pret I parit mramin mu. Vështu shku rrugës të taku me zveti, më djetë dësa për tyne në Mekë, kur kanë mëri e që ka bo me filanin, e apshtej filani, po më se kanë zonë filanin rëp, sepse si bike në men, janë I për tjetërin. I madhë është Allahu. Primitimi Ti është hak. Të bareke wa ta'ala. Por Allahu nuk ngutet. Se jëhzemul gjem, wa ju wallune dubur. Ata do të munden, do të pësojnë disfat, edhe do t'ikin me shpejtësi dhe kjo ndodhe. Për ata të kjo ajet, që shatë Ibn Atije, ka për ulemave të cilët kanë thanë se ka zbritur në Medinë kohën e Bedrit. Por Ibn Atije thëti jo dhe jo. Po ashtu Kurtubiu dhe të tjerë. Kjo ajet ka zbrit në Mekë dhe surja është me ka sekret, edhe kjo ajet ka zbrit në Mekë dhe gjurme të atyne që cekun pak me herët, në sahabe vërtetojnë këte, dhe gjurme të tjera. Se kjo ka qenë një paralemrim, një mu'gjize për pejgamberin, alayhi salatu wassalam, që të reganë se misionit tina është hak. Pra, erdhe koha me u dënu këta. Andaj, a ju kryu punë tyne, numri tyne, jo. A patën të një garancë për Zotit që nuk ka me I dënu, jo. A ishin me të mirë sa të tjerët popë që kanë qenë me heret, jo. Jo, erdhe dënimi. Po të kishte përfundu kjo me këtë dënim, do të kishte qenë shumë I lehtë. Ama, janë që ka thëtë Allahu në vazhdim të bareke wa ta'ala. Beli sa'atu maw'iduhum, wa sa'atu adha wa amar. Beli sa'atu maw'iduhum. Beli sa'atu maw'iduhum, wa sa'atu adha wa amar. E sa'a, kiameti. Por kiameti është termini tyne, është dhe në takimi me ta. Atje. Wa sa'atu adha wa amar. E kiameti është edhe me I vështirë, edhe me I hidhur. Dënimin kiamet është shumë ma I randë, se sa dënimi që ka gjetë këta me kas ditën e Bedrit. Kësan së është. La ilaha illallah. Pra Allahu po I kërcënon. Hala pa u azbrit dënimin këtyne, se këto ajet e krejt për zbresin këta duke qenë gjallë. Por kush ka men, kush ka men me mendu. Beli sa'atu maw'iduhum. Por kiameti është koha dhe në takimi I tyre, I Zotit me ta. Wa sa'atu, e kiameti adha, I randë, shumë I randë, më I randë se sa vuqet e kësaj dynjaje. Wa amar, dhe është më I idhët, më I hidhur. Kjo ajet të ndërua, ani pse, po kuptohet e prej konotacionit, rënditjes, kuptimit, të ajeteve, të tregimit apo të fragmentit, të këtyra ajeteve se I dedikohet qëfarve. Por të njëjtën kohë tregon për vështërsi të mëdha të ditës së kiametit, vështërsi të përgjithshme. Kjo ajet është ajetet të cilat tregojnë se ditja e kiametit është rand. Për atë janë cekur shumë gjurë të ulemave, të selefëve, të njerëzëm të devotshëm, të gjeneratave të para, po dhe atyne të dishëm,
Ata të dishmit i kanë pas dy element, devotshmërinë dhe dijen, ndërsa pala tjetër kanë qenë shumë të devotshëm, kanë pas devotshmërinë, por jo domosdoshmërisht edhe dijen. Për ata quhen gjeneratat e arta, por edhe shumë të tjerë që kanë ardhur pas tyre. Kur kanë bërë hatme, apo e kanë lexuar këtë surë, suratul Qamar, përmendesh në namaz, veçanti, namaz natën a file, nuk kanë mujtë me kalu këtë ajet lehtë. Sepse ai që merr vesh këtë ajet lehtë nuk mund të kaloj. Ja. Sepse nesër pas nesër, të dhe unë një qaj që kemi kanë në këtë ditë. E nuk e di ka në që. Për atë, kanë sikur shumë ulema, të cilët kanë folur për biografinë e Abu Hanifës, rahmetullahi alejhi. Thash një peceke me 10 rakat, i cili një natë e filloi namazin e natës, dhe kur arriti te ky ajet kuranor, nuk mundi ta te i kaloj. Deri ka thirrë rëzani sabahut, ai të përsërit këtë ajet kuranor, e të meditu, e të qajt, e të lutë Allahun azza wa jall, me shpëtua ditë të madhe. Belisatu maw'iduhum. Belisatu maw'iduhum. Kiameti është vend takimi i tyre. Wa sa'atu adha wa amar. E kiameti është me i rand, me i vështirë, e me i hidhur, se çdo vujtje tjetër në këtë dynja. La ilaha illallah, Allah na lehtësoft qëndrimin para lartmadhërisë së Tij, ja Rabbel Alamin.